Prokuroria e posaçme duket e vendosur në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, edhe pse politika po e godet dhe po tenton ta demoralizojë të dhënat flasin se luftavion. SPA ka dorëzuar në kuvend raportin e punës për vitin 2024, ku jepen detaje dhe statistika nga angazhimi për vitin që lan pas. Në raport theksohet se për sa i përket luftës kundër korrupsionit, prokuroria e posaçme ka ndjekur një qasje aktive, duke hetuar një numër të konsiderueshëm zyrtarësh të lartë. Gjatë vitit 2024 rezultojnë 33 ish zyrtar të lartë në hetim, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme, secili nga të cilët 19 zyrtarë janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Nga ana tjetër, prokuroria bën me dije se ka vijuar me përgjimin e telefonave. Sipas raportit, gjatë vitit që lan pas janë përgjuar afro 3000 telefona, po ashtu ka pasur vëzhgime në terren dhe infiltrime. Po kështu theksojmë se ka pasur një rritje të aplikimit metodave të hetimit proaktiv në rastin e përgjimeve telefonike dhe gjithashtu edhe aplikimi i metodave të posaçme të hetimit si vëzhgime, kontrolle, simulime, sekuestrimi i provave, materiale, letër porosie, agentë infiltruar e të tjerë. Gjatë vitit 2024, prokuroria e posaçme ka përdorur metodën e përgjimit për 163 procedime penale, ku janë interceptuar 3096 pajisje fundore, pajisje numri telefonik i subjektit në përgjim. Krahasuar me vitin 2023, numri i pajisjeve fundore të interceptuara është 7.1% më i ulët, thekson SPA. Sipas këtij fundit, lufta kundër krimit të organizuar edhe për këtë vit krahasuar me vitin paraardhës ka shënuar arritje të rëndësishme me një rritje prej rreth 18.8% të regjistrimeve të këtyre procedimeve penale. Po kështu është rritur edhe numri i personave të cilët janë në hetim për këto procedime me rreth 21.6% krahasuar me vitin 2023. Nga ana tjetër ka një rënje me rreth 7.3% të çështjeve të dërguara për gjykim për shkak të volumit dhe kompleksitetit të tyre.